neve sapo miratuam strategjinë e sigurisë kibernetike 2025-2030, e cila bazohet në 5 shtylla. Shtylla e parë është mbrojtja e gjithë institucioneve të vendit, të cilët i ofrojnë shërbime qytetarëve, dhe mbrojtja e tyre konsiston në mbrojtjen bazuar në investime teknologjike, në ndërtimin e standardeve të proceseve, të bizneseve të tyre dhe të punës të tyre në mënyrë të sigurt, si dhe në kapacitete dhe kapital njerëzor. Shtylla e dytë e strategjisë ka të bëjë me inovacionet dhe startupet. Dihet tashmë që Shqipëria është një vend e cila ka përqafuar teknologjitë më të avancuara, siç është inteligjenca artificiale, nanoteknologjia, dhe plani është ngritja e qendrës së ekselencës, e cila do të shërbejë jo vetëm për të gjithë ekspertët e sigurisë kibernetike në vendin tonë, të infrastrukturës vendin tonë, por përtej edhe të studentëve, dhe madje ne do ndikojmë që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të fusim konceptin e sigurisë kibernetike që në shkollat e mesme, e nevojshme kjo për të krijuar atë qëndrueshmërinë kibernetike të profesionistëve të së ardhmes. E treta, që ka shumë rëndësi, është pjesa e mbrojtjes nga kërcënimet hibride. Kërcënimet hibride do të thotë që jo vetëm sulmet kibernetike, por ato shoqërohen kryesisht edhe me elemente të tjerë, siç është disinformacioni. Në sulmet kibernetike ne shoqërohemi me keq informim dhe me elemente të tjerë të cilët jo drejt për drejt lidhen me sulmet kibernetike. Kështu që automatikisht kërcënimet hibride është një element i cili duhet të koordinohet. Një element tjetër është rritja e partneritetit ndërkombëtar. Nëse do të jesh i mbrojtur nga ana kibernetike, duhet të krijosh një ekosistem, dhe për këtë ne e quajmë të rëndësishme komunikimin me rajonin. Kemi filluar që të krijojmë një LOP mbrojtës, një unazë mbrojtëse, të cilën e kemi dhe në projekt së bashku me GIZ-in, me qeverinë gjermane, dhe së fundmi edhe me qeverinë britanike, në mënyrë që të jemi ne ata që promovojmë mbrojtjen në hapësirën rajonale, dhe përveç saj të shtojmë dhe të përforcojmë mbrojtjen edhe duke bashkëpunuar me aktorët më të mëdhenj në botë në fushën e sigurisë kibernetike. Këto janë disa nga shtyllat në të cilët ne e konsiderojmë që Shqipëria do të jetë e gatshme që në vitin 2030, përveç përqafimit të teknologjisë informacioneve më të avancuara, të krijojë një shtresë sigurie e cila do të mbrojë të gjitha të dhënat e qytetarëve tanë dhe shërbimeve të cilën i ofron drejturia.